Të drejtat e femrës në Islam. Është pyetje gjanë, por shkurtimisht do të përgjigjesha. Çdo gjë e nevojshme për femrën, për jetën e saj, ardhmërinë, jetën e dunjas, atë të ahiretit, si vajzë, pastaj si bashorte, pastaj si nanë, pastaj si pjesë e shoqërisë, Allahu xhaleshanu i ka dhënë 100% të gjitha të drejtat. Çdo gjë që e rregullon dynjan dhe ahiretin e saj, Islami ja ka dhënë. Çdo gjë që e ka ndalu Allahu xhaleshanu, ajo është ndam të femrës, domethënë edhe ndam të mashkullit të shoqërisë. Çdo e drejtë në thojza, jashtë të drejtave islame, dije se është mashtrim, është keqpërdorim i femrës, është mashtrim i femrës, është keqpërdorim i femrës, është shfrytëzim i femrës. Ju garantoj. Çdo e drejtë në thojza, që dikush është mundu me jashtu ndaj asaj që ka dhënë Allahu femrës, dije se ata janë ose shfrytëzues të femrës, ose mashtrues, ose manipulues të tyne. Nuk ka mundësi Zoti i gjithësisë që ka kriju njerin në formën më të mirë, ja din të gjitha detajet e trupit, të shpirtit, mendjes, zemrës, të personalitetit, mentalitetit e tjerë, me i ndalu diçka femrës, edhe mos më kon hajër për ta. Dhe me i dhënë diçka femrës e mos më kon hajër për ta. Nuk ka mundësi krijesa me vendos rregulla dhe të drejta për femrën më mirë se sa vetë krijuesi. Prandaj, nëse dën dunjaja me ecmar, si për mashkullin, si për femrën, secili duhet mi marrë të drejtat që i takojnë sipas Islamit. E çdo e drejtë që i shtohet se Islami e ka lënë mangu dhe ka shkel femrën, ajo është budallallëk, ajo është mashtrim, ajo është keqpërdorim. Do t'i analizoni në tarmën se si kanë me dalë sërës në shesh, se qysh është shfrytzu femra, kur është mundu me hek mbulesën, e me gjvesh, edhe me i thonë, po detyrohet femna me vu shamin, a nuk po detyrohet të ju menajt në midis dimnit, minus 10 dhe 15. E dini që shërën pjesa poshtë me trupit, mërdhinjet e shkreta, dridhët e shkreta të nejt për jashta, e ju të e keqpërdor. Ju ma të meqëm se Zoti s'u në bëhëni, ju ma të mshirëshëm se Zoti s'muni me u bëhë, ju me rregullu dynjan, ma mirë se që e ka rregullu Zoti nuk muni me u bëhë. Këto e në forat kilafta. Prandaj, krejt të drejtat si femnës, si mashkullit, si djalit, vajzës, babës, nanës, Allahu ja ka dhënë. Çdo kush që lyp diçka jashtë Islamit, ajo nuk është e drejtë. Ajo është mashtrim, manipulim, shfrytëzim. Prandaj thërni mendjen, ktheuni aty që lyp Zoti, aty ku e kërkon krijuesi juaj.